Pas takimit me presidentën, ju nuk jeni pasur të dalë të mediat, po është thonë që ju keni deklaruar që nuk ka urgjencë. A konsiderojnë që nuk ka urgjencë në formimin e institucioneve dhe pse? E dyta, është thonë nga Fatun Peci që pasi që të kalohet, do të fillimisht të kalohet votimi i fshat, pastaj të vtitet për emrin e kandidatit, a do të thotë kjo që mund të mos jetë Albulina Haxhiu kandidate për kryetare të parlamentit dhe e fundit si ndoshta pak e zota, por e kemi pasur që i keni dërguar ftesë për bashkëqeverisje vetëm LDK-s, ndërsa në anën tjetër ka qenë Partia Demokratike që ka ardhur zakonisht në për të gjitha takimet që i keni ftu, pse nuk e preferoni një koalicion me PDK-n duke pasur po duken pak më të përafërt edhe mundet me që ndoshta një koalicion që e zgjidhë edhe çështjen e presidentës vitin e ardhshëm. Kohëzgjatja e punimeve për banimin e përballueshëm dhe social është 3 vjet, duke filluar nga tani, dhe ky është një lajm i mirë për Llapin. Siç e tha dhe zëvendës ministri Raka, prej 38 komunave vetëm 13 kanë aplikuar për banim të përballueshëm dhe social. Është për të ardhur keq, meqense çiftet e reja, prindrit vetushqyes, anën bon Kosovës kanë nevojë për banim të përballueshëm edhe social. Me këtë rast ne po dëshmojmë që më e madhe është oferta e qeverisë se sa kërkesa e komunave. I bie që parafërsisht prej 3 komunave vetëm njëra prej tyre kërkon, aplikon banim të përballueshëm dhe social, ndërkaq 2 prej tyre nuk e bëjnë këtë gjë. Fatmirësisht Podujeva e ka bërë aplikimin dhe tash po e fillon realizimin. E për ato çështjet e tjera të bllokimeve janë në Prishtinë, ne jemi për ndërtim këto. Por kryeministra, po ndjini vetëm përgjagjës me sen se jeni partia e parë fituese? Po vazhdojmë me koktejl që ju lutem. Jeni kryesor.